Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Bashkëpunimin Ndërkombëtar Policor, në koordinim edhe në bashkëpunim me njësitë të tjera relevante të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë, ka bërë ekstradimin e shtetasit shqiptar nga Shqipëria për në Kosovë. I dyshuari ishte arrestuar nga autoritetet shqiptare pasi që i njëjti kërkoi me urdhër arrest ndërkombëtar të lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës për veprat penale, kultivimi i narkotikëve dhe blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge dhe se i njëjti ishte shmangur drejtësisë. Ekstradimi u realizuar fal bashkëpunimit mes institucioneve të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, ku i dyshuar pas ekstradimit u është dorëzuar njësitë veprëkatëse të Policisë së Kosovës për vazhdim me procedurat e tjera ligjore. Policia e Kosovës do të vazhdojë me shkëmbimin e informacioneve me institucionet vendore, shtetet dhe organizata ndërkombëtare me qëllim të parandalimit, hetimit dhe zbulimit të aktiviteteve kriminale që ndërlidhen me hetimin e kryesës të veprave penale, si dhe aktivitete tjera në gjurmimin, kapjen, arrestimin e personave dhe grupeve kriminale që veprojnë brenda dhe jashtë vendit.